Mirëmëngjes dashur miq. Ju uroj muaj dhe javë të mbarë. E them sinqerisht, jam i tronditur dhe revoltuar nga çka më pa në sytë, nga protesta dhe nga reagimi i ashpër dhe me dhunë, qoftë i forcave të sigurimit të objektit, sekurita, dhe nga mos reagimi në shkallën dhe masën e dur të policisë. Por më tepër, skena makabre për mua, e goditjes me grusht dhe të rreqjes zvarë të një qytetari protestues. Më lindën këto vargje të çastit, nuk pretendoj për realizim poetik, letrar metaforik. Sot më goditi grushti i një shqiptari bastard. Duart e një bastardi shqiptar më të roqën zvarë. Sot veten e pash si 5 shekuj më parë. Nga një jeniçer shqiptar të masakruar e pash. Sot vetja më duk si një hiç prej hiçi. Si një asgjë prej asgjëje, vetja më duk. Sot vetja më duk i kryqëzuar si Krishti, por pa ringjalljen në shpirt dhe në trup. Sot i bëj gjyqin e madh njerëzimit, për mëkatin e madh të heshtjes së heshtur. Sot i jap mesazhin e fundit të shpëtimit, zgjohu sa së zhvonë nga kjo jetë e vdekur. Faleminderit.